Arrimi në mbrëma toksor, jemi rikthyer, jemi live. Arrimi në mbrëma vlonjat të dashur, ku jeni? Më ka marrë malli. S'keni ujë, sa keqim vjen për ju. Ndërkohë, mund të plasi vërtet një luftë e madhe që të heqi ujin e të gjitha. Ujin dhe ujin e trupit, kujdes. Jemi me Gjinishin në studio. Jemi dhe në live stream të momente në YouTube. Te kjo faqja këtu, futuni, bëni një subscribe. Ju e dini që ne të dy kënaqemi bashkë apo jo? Ndjekim njëri tjetrin për 22 vjetësh në këtë emision. Për qefin tonë. Her pasere kemi dhe grindja njëri tjetrin. Her pasere ju më shani, pastaj më dashuroni, gjithashtu dhe unë. Vetëm kështu mund të mbijetoj një marrëdhënie. Ndysh dhe ishte e kot. Ju dini që ju dua shumë. Ndysh dhe ishte 22 vjet çdo ditë me ju. Apo kjo ç'ishte? Ishte aktrim apo ushtira? Gjeni vet. O Gjinish, plastet pyetjet tjetër në ekran vëlla. Dhe më pëlqen kur është shumë pa muzikë. Se po flasim për bombën bërthamore. E kur bie ajo s'ka asnjë zhurmë, ka pasaj e bukur është ajo kur bie plak. Ajo bie, ajo bie kështu dhe krijon një kërpudhë madhe, bie kështu. Krijon një kërpudhë. Pastaj fillon vala goditse. Ti val por nuk dëgjohet më asgjë. Ka sy sa bukur është kur nuk dëgjohen më ulurimat e njerëzve, kur s'ka më fare njerëz valla. Është një herë Gjinish. Është një mrekulli kur e mendon. Kupton, është një qetësi absolute. Kur mendoj që humanët e kanë prishur të planet Gjinish. Ai shpëtimi i planetit. Apo kjo ç'a ishte? Ishte aktrim, bëra sikur, apo e kisha seriozisht? Prandaj mos bëni pyetje me veten tuaj. Vetëm shijoni. Gjinish, a ka tashmë Irani bombën bërthamore? Por para se të vite ky moment Gjinish të përgjigjesh, lajmet vazhdojmë. Lajmi fundit fare. Para 2 minutash Gjinish. Para 2 minutash. Cili është ky i fundit? Për qytetarët amerikanë, Departamenti i Shtetit amerikan, për qytetarët amerikanë që kërkojnë të largohen nga Izraeli, jemi live, ora është 22:46 minuta, kujdes, Departamenti i Shtetit, njofton. Për qytetarët amerikanë që kërkojnë të largohen nga Izraeli, regjistroni në programin e regjistrimit të udhëtarëve të mençur, në step.state.gov është adresa, për të marrë përditësime dhe informacione të rëndësishme. Qytetarët amerikanë që kërkojnë të largohen nga Izraeli, ne do të njoftojmë komunitetin e qytetarëve amerikanë se ka informacione shtesë për të ndarë në lidhje me opsionet e nisjes. Qytetarët amerikanë duhet të regjistrohen në programin e regjistrimit të udhëtarëve të mençur, STEP, për të marrë përditësimet më të fundit, step.state.gov. Është lajmi më i fundit nga Departamenti i Shtetit. Lajmet fundit, Putini ofroi të ishte ndërmjetës në konfliktin midis, këtë lexova. Lajmi tjetër, Vishegrad 24. Thot, CNN raporton se SHBA evakuan sot disa anëtar të personelit të ambasadës dhe familjar nga Izraeli me një avion ushtarak amerikan. Pra, tani o të gjitha këto bëjnë kuadrin e propagandës, Gjinish, ose pastaj, në qoftë se janë vërtet, pra po ndodhin vërtet, gjitha këto që ne po themi, atëre vlla jemi shumë afër një kataklizmoje. Ç'është kjo historia e bombës bërthamore? E ka vërtet një felin se më lejon. Jepi. Nëse të kujtohet çani para se Izraeli të sulmonte Iranin, presidenti Trump deklaronte nuk do të ketë sulm të Izraelit në Iran derisa ne të mbyllim diskutimet dhe negociatat. 2 orë para sulmit të Izraelit. 2 orë para sulmit, ambasadori i Shtetit Bashkuar të Amerikës në Izrael deklaronte publikisht nuk do të ketë sulm Iranit tani së shpejti. Pra të gjitha mundësit janë aq më shumë, presidenti Trump e ka qef edhe këtë pjesë, të themi, aktrimi, po në rastin fjalë aktrimi nga një president me një fuqi shumë madhe, është pak në pasoja. Të shohim pasojat Po gjithçka është e mundur. Të shohim pasojat. Gjithçka është e mundur, po themi. Megjithatë, unë për hir vërtetës nuk e shoh, të paktën deri në këtë fundjavë mundësinë e një sulmi që mund ndodh gjatë kësaj periudhe, por fritet për sonte pra. Sonte natën. Për sonte nuk besoj fare, megjithatë. Jo, mund të jetë kështu siç thua ti. Po nuk do vëm bas për të se nuk e dim. Nuk kemi asnjë info. Shtetet Bashkuara të Amerikës kur fillojnë futen në luftra të tilla, nuk i bëjnë ftesë, nuk e lejnë në vullnetarizëm largimin e nënshtetësve të tyre, po i kërkojnë që të largohen nga vendi i luftës. I kërkojnë që të largohen. Lajmi fundit fare. Po. Kjo pra. Jo. Rama premton ujë për vronjatët.
Ishte gallat, jepi. Duke pritur bombën bërthamore, ja vlen të qesh pak. Me 10 deputet mund të rini edhe pa drita, ore. Nuk është e gjë madhe uj, s'ka një problem madhe, hajtë se bëjmë humor. Okej, të kthemi pak, a ka Irani tash... Izraeli hakoi sinjale satelitore të Iranit, u publikuan mesazhe nga televizionet shtetërore ku i bëjnë thirrje popullit në revolt kundër qeverisë. Në ekran u pasqyruan shkrimet regjimi ka dështuar të mbrojë fushën ajrore të Iranit. Nuk lëvizaj regjim, kjo janë tentativa, domethënë, edhe në Gaza për shembull, Izraeli njëjtën gjë po bën në një mënyrë më të shumtuar se sa ç'mund ta bënte çdo kusht tjetër, sepse po financon Ebu Shebabin, i cili është njëri i ISIS-it, i dënuar nga Hamasi me burg, sepse ishte pjesëtar i ISIS-it. Izraeli po e financon këtë, i cili ka krijuar një grup për të bërë një luftë civile, për të filluar një luftë civile brenda llojit. Ajo që duhet të them është kjo që nuk lëviz opozita iraniane, se nuk ka opozit në Iran. Do të jemi të qartë për këtë pjesë. Ka njerëz qef mbetur, por opozita politike është diçka tjetër, revoltat janë diçka tjera. Aq më shumë kur ndodhesh në një sulm të tillë çani, zakonisht populli mblidhet, sepse është i shokuar. Nuk është ky momenti. Megjithatë ti kthehemi pak pyetjes që kemi në ekran, a ka tashmë Irani bombën bërthamore? Është një debat shumë i madh çani. Shumë shkurt do të dalojnë në 2 periudha kohore që janë shumë të rëndësishme. Në 2003 Irani mori, ose më mirë po themi, në kontraband helikat e pasurimit të uraniumit nga kush? Nga Rusia, pjesa mbetë e Rusisë. Në 2015 Irani kishte mundësi të prodhote uranium, por kishte uranium 3 deri në 4%. Komplet brenda normave normale. Çfarë ndodhi në 2018 çani? Presidenti Trump në mandatën e tij të parë u tërhoq nga marrëveshja me Iranin. Ky është momenti që fillon shkputja e Iranit dhe fillon të pasurojë uraniumin më tej. Me pak fjalë ajo që dua të them, ndoshta nuk ishte një lëvizje zgjuar prishja e marrëveshjes me Iranin, sepse do ta kishin nën kontroll. Do të kishin vetëm uranium 3, 4, diçka, por nuk fliçim sot për armë bërthamore, apo jo? Sepse ishte dhe agjencia, ishte dhe ekspert. Tani un po them që Irani në 2018 kishte rreth 400 kg uranium 3-4% të pasuruar. Sot, Irani ka pas prodhuar 5 kg në muaj uranium pasuruar në 60%. Dhe 5 muajt e fundit ka prodhuar nga 50 kg në muaj të pasuruar 60%. Tani, pa u futur në detaje që i përkasin ekspertëve, një bombë bërthamore çani ka nevojë për 25 kg, po them, ndoshta 25 kg, 25 kg të uraniumit pasuruar 93%. Ndërkohë që Irani deri tani disponon uranium 60% pasuruar. Çfarë ndodh? 42 kg uranium të pasuruar në 60% mund të prodhojë një bombë bërthamore pothuajse me të njëjtën fuqi sa ç'është. Jo është gati, e ka prej kohësh, jo tani, prej kohësh. Tani gjithë këto vite që Irani ka pas disponibil, me gjithë këto tensione, me gjithë këto problematika, me luftën e madhe, ju mendoni që Irani filloi luftën me këto milicit pa e ditur që mund të shkonte edhe në këtë skenar? Po sigurisht edhe ai është shtet. Është shtet që ka histori. Persët janë shtet që kanë histori, nuk është si çdo, nuk po flet me Saddam Husseinin, nuk po flet me Hizbullahun. Dhe iranianët janë shtet që bëjnë projeksione jo me 10 vjeçar. Aq më shumë një regjim teokrat siç është i ajetollave, ë? Kështu që Irani e ka. Ali e ka emrin këtu duket. Ali Khamenei. Ali Khamenei apo Khamenei? Khamenei. Khamenei si duash ti, domethënë. Irani e ka gjithë sasinë që i duhet për të prodhuar armë bërthamore. Ndoshta, edhe kjo mendjevasi, kjo arrogancë e Iranit nuk është aktrim. Irani po i nxjerr dhëmbët edhe Shtetet Bashkuara të Amerikës. Nëse ti do futesh në luftë, unë do të godas në të gjitha dominojmë jo vetëm lindjen e mesme, me pak fjalë. Ne çani me gjithë këto deklarata që janë krejtësisht asimetrike, por jo emocionale, ndoshta jemi përballë dy fakteve të mëdha. Përballë asaj që parashtroi Netanyahu në fillim të luftës së Gazës, kur filloi 7 tetori, kur doli me atë hartën e madhe për Izraelin e madhe, tha do ndryshoj hartën e gjithë lindjes mesme, por ndoshta harta e lindjes mesme mund ndryshoj jo në favor të Netanyahu dhe jo në favor të Izraelit. Dhe ky është problemi i madh, sepse Irani nuk është si milicit. Irani, ju do thoni që pritër mirë se janë Shtetet e Bashkuara të Amerikës, pyetja e thjeshtë është kjo. Pse nuk e bëri vetë Netanyahu Izraelin e madh? Pse nuk e ndryshoi dot vetë? Se nuk kishte fuqi ta përballonte Iranin, pavarësisht se deri tani ka qenë superior.
tregoj diçka, Çani. Irani nuk ka futur akoma, ju thash që baza ose forca e Iranit janë raketat supersonike, hipersonike. Irani ka disa lloj raketash që akoma që i quhen arma strategjike, me cilën edhe lideri suprem në fjalimin e tij dje dhe pardjes edhe ka filluar të klasi ditë për ditë, tha që do çudisim botën kur të futen në luftë ose në përdorim këto raketat. Këto janë rakete shumë të rrezikshme, Çani. Sot si më quhet sot e përdori. Janë disa lloje. Si ma the emrin pra? Hyber është njëra Jo Hyber, më thënë një emër tjetër o burr. Ma dinisën bazite, po unë se mbaj mend tani. Sigjila, se si e thet? Sigjil. Sigjil është raketa që është nisë sot, që është godit sot dhe ka rënë në Tel Aviv. Këto janë raketa, Çani, që i kanë kaluar gjithë të 5 shtresat mbrojtëse të Izraelit. Do me thënë, dhe për herë të parë, Irani, duke përdorur këtë raket, ka arritur të Sigjilin, ka arritur të godas aftësitë mbrojtëse, perdet mbrojtëse, sistemet antiraketore mbrojtëse të Izraelit. Për herë të parë i ka godit. Me pak fjalë, shumë analist mendojnë që nëse Irani do fus në lojë këto raketa strategjike, siç i quajnë vetë, mund të ndryshojnë dhe ekuilibrat. Megjithatë, në të gjitha rastet, edhe nëse nuk ndryshojnë ekuilibrat, Izraeli nuk mund ta mund i vetëm Iranin. Dhe kjo nuk diskutohet. Ka bërë një goditje të jashtëzakonshme, ka punuar me vite të tëra, imagjino në Iran tani, Çani, kapen për ditë grupe cilët janë rekrutuar dhe punojnë për shërbimin e Mossadit dhe për Izraelin, po janë iranian ato. Nuk janë oficerë të Mossadit, janë iranian. Janë zbuluar dhe kanë dalë, unë jam parë me pamje, fabrika të vogla, po themi, cilët prodhojnë dronë brenda Iranit. Brenda Iranit. Mossadi prodhon dronë dhe godet Iranin brenda. Mos harrojmë që një pjesë e madhe e atij sulmit famshëm të ditës së parë dhe me kështu mo të kësaj të thuaje të shërbimeve ushtarake. Po pra. Sepse duhet kujtojmë që ti ndoshta s'ke kohë ose ke shumë informacione. Duhet kujtojmë që deri në vitin 1979, po, ka qenë partner. Irani ka qenë partner i Izraelit. Kanë shkuar mirë. Izraeli ka qenë partner i Iranit. Dhe bile e kanë ndihmuar Iranin dhe ushtarakisht në shumë fusha, në shumë dimensione. Patjetër. Kjo shpjegon dhe prezencën e madhe të Mossadit në Iran, pra histori e vjetër, kurse ka ndodhur tani. Ka histori shumë të vjetër se kaq. Në Asfahan është komuniteti hebrej më i vjetër në gjithë lindjen e mesme, që kanë që kohën e robisë babilonisë, që në kohën e robisë babilonase. Është kontingjenti, domethënë në të gjithë gadishullin, në Iran ndodhen minoriteti më i madh hebre. Nuk ka as vendet arabe as në Egjipt, gjithandej ka nga pak, po Irani ka pjesë më të madhe të hebrejve. Dhe jetojnë, nuk kanë pas asnjëherë problem me Iran. Megjithatë kjo është çështje tjetër. Problemi i madh është ky, Çani, që Irani ka një çarje të brendshme të sigurisë në mënyrë të tmerrshme dhe të llathashme. Ky është rrezik shumë i madh për Iranin. Është një fuqi e madhe, është një regjim i cili e kanë kontroll vendin, mos e diskuto fare këtë pjesë. Izraeli ka superioritetin teknologjik që godet pafund, edhe kibernetika është një armë shumë e madhe, nuk diskutohet. Ka forcën ajrore, por Irani mund të bëjë ndryshim të ekuilibrave nëse do nxjerrë armët strategjike të cilët askush nuk e di. Sot provoj Sigjilin dhe ishte korrekt. Ideja, shiko, që t'jemi korrekt, Çani. Ideja që Irani hedh 700 raketa me sulme dhe vetëm 20% bien nuk është ashtu. Ajo është metoda, si thua, mënyra ushtarake se si të thyej aftësitë mbrojtëse të Izraelit. Domethënë e tengop me dron mbrojtjen e Izraelit, mbrojtjen kundërerore, mbrojtja kundërerore nga tengopja, ka një moment pauze dhe ky është momenti që godasin ato pastaj. Dhe ideja që 20-25 raketave kanë rënë nuk është ndonjë çudi e madhe. Prandaj po them pra që problemi është që një vend me 90 milion banor, dhe një vend i zhvilluar si Irani, pavarësisht regjimit që ka në fuqi etj, është shumë e vështirë që të mposhtet. Problemi këtu nuk është të mposhtet Irani. Problemi është tu si mund të goditet pjesa që mund të kërcënojë teorikisht ekzistencën e Izraelit. Ju e thash në të gjitha rastet. Dhe kjo është dhe pyetja sot dhe gjithë ajo që ne duam të dimë dhe që të gjithë që na shohin janë kurioz, çfarë do bëjnë amerikanët, sepse dihet që Irani ka mbrapa Rusinë dhe Kinën, besoj që Pakistani tentoi, po futën amerikanët thanë kujdes se po vazhdojmë më Pakistani tentoi po u tërroq. Nga Pakistani, jo, nuk është ashtu. Nga Pakistani, tash të gjejmë edhe pjesën tjetër të lajmeve, se lajme janë të gjitha. Hajde merri vesh, jemi të mbytur me propagandë, lufta ka shumë propagandë, Çani. Është një shtet
Duam zoj për në shtet vasal amerikan. Pakistani nuk janë ashtu marrëdhëniet, ashtu siç kanë qenë dikur, sepse mos haro në përplasjen e fundit të Pakistanit me Indin, Shtetet Bashkuara të Amerikës ishin krahun indian, nuk ishin shtetet në pjesë të Pakistanit. Pakistani e thyu Indin me teknologjinë kineze. Jam dakord. Dakord. Prap janë Kina dhe Rusia pra e thamë. Po pra, dhe ky është gjithë problemi. Çështja është. Jo, do të le të vazhdosh çështja është, pasi të bëjmë një pauzë vogël se kam me detyrim. Le të bëjmë një xhiro në West Side Residence, që kemi në East Side, thash West, nuk e di pse thash West. East. Lindoren domethënë. E kemi ngjitur këtu me MCN-n. Kur vini për Elbasan, do futeni rrotullim madh, nuk mos u ngatroni në përqendra tregtare të neveritshme. Do shikonin krahun e djathtë, keni lobin, pastaj keni BKT-n, pastaj MCN-n, brap me një pas MCN-s është kjo. Perla këtu shikoni, quhet East Side Residence. Petro dhe Klodi janë dy investorë të papar që kanë bërë këto vila me dimensione njerëzore, kanë më shumë xham se beton, kjo është shumë e bukur. Dhe përveç tjerave, të gjithë ju do të keni prindrit afër, mund t'i kapni një apartament, ndryshe nga rezidencat e tjera, këtu edhe apartamente për masave të vogla, të mëdha, të mesme. Ju i doni të keni prindrit afër, sepse ju duhet të keni për në vilë vetë, në një apartament prindit dhe keni mbyllë jetën në këtë rezidencë të papar. Është fare ngjitur këtu në kotat e Lundrës, është një pelë e papar, pronotimet kanë filluar. Të gjithë ju që doni të kapni çmim, gjëja e parë do bëni, do bëni telefones, do thoni ore e pam Teçani. Sa të dëgjojnë ata, do ju përgjigjen telefonin me Teçani, keni 5% ulje. Si janë pak si falkush në këto kohë të vështira. Po vjen lufta. Strehohuni nëpër vila, hapni vodrume. East Side Residence quhet. Papar. Rikthehemi me Gjinishin. Gjinish. Pra të thoja. Gjinish. Po thoje këto. Unë nuk shoh pikëthimi. Në qoftë se ky është një teatr, do merret vesh brenda javës. Jo, në qoftë se është një po patjetër, me ty jam. Unë nuk shoh pikëthimi. Me ty jam. Izraeli në qoftë se bën vjetro dhe gjendet po themi një marrëveshje. Unë nuk e kuptoj, uraniumi do filloj të dobësohet, këtë nuk e di unë. Atëherë ka një... Ku pa ma dhe këtë përgjigje? Për të qenë i sakt, për dënë një përgjigje të saktë qanë. Izraeli nuk mund të ketë garanci dhe siguri me Iranin në qoftë se do të vazhdoj regjimi i Homeneve, i liderit suprem. Dakord jemi me këtë pikë. Atëherë. Pa tjetër, do të ashtynte të patë po. Gana tjetër, sepse regjimi mund të aprodhoj prapë nesër. Gana tjetër, po i duhen vite mërgjini. Edhe Izraeli dhe Shtetet Bashkuara të Amerikës e kanë shumë qartë që le të përdorin bomba sa të duash, nuk e shkatrojnë dot. Sistemin bërthamor të Iran nuk e shkatrojnë dot. Mund ta dëmtojnë pjesërisht. Nuk e shkatrojnë dot fare. Pra se thuash, e çojnë 10 vjet mbrapa. Edhe një herë. Sa më kupton. Se shikoj Gjinish, unë e mendimi që këtu nuk është të ketë fituar apo të humbur më. Këtu problemi është që këtu nga kjo luftë nuk është do fitoj Izraeli do mbasi Irani apo Anasjeltas. Unë mendoj që kjo është thjesht si të fitojmë kohë, të krijojmë një ekuilibër. Pra, por a do jetë, po pyetja është kjo, a do jetë dakord Izraeli për të bërë një ekuilibër të tillë, për të pritur një moment dytë? Unë mendoj që jo, Çani, sepse Izraeli nuk do gjej kurrë, dhe nuk ka pasur kurrë shans për të përballë me Iranin siç ka ardhur këtë herë. Nuk ka për të pas shans dytë. Dhe Netanyahu ka shprehur shumë qartë. I ti thua Izraeli nuk të liqet. Izraeli është ai që po tërheq Shtetet Bashkuara të Amerikës në luftë. Çështja është, ne nuk kthehemi në pikën 0 Çani, po çështja është deri në shpikë do shkojmë me këtë situatë që kemi tani. Edhe ky është problem tjetër Çani. Deri në shpikë do shkojmë. Mund të jetë edhe një fjali të them. Mund të jetë edhe një skenar tjetër. Trumpi është njeriu është biznesmen, dhe është njeriu i dilleve të mëdha. Mund të jetë edhe një skenar tjetër Çani. Trumpi merr lindjen e mesme, Shtetet Bashkuara të Amerikës. Gjithlindja mesme mbetet në ndikimin e perëndimit, po themi, Shtetet Bashkuara të Amerikës kryesisht. Rusisë i hapet, bëhet një marrëveshje, po themi. Rusisë i hapet krahu në Ukrainë dhe jo vetëm në Ukrainë, pak më tepër ndoshta, dhe Kina mbyllet me Tajvanin dhe me ishujt që ka në konflikt me Japoninë, dhe kështu bëhet një paqe e qëndrueshme. Bëhet një paqe më e qëndrueshme apo jo? Domethënë të gjithë skenaret janë të mundshëm. Problemi do ndryhin amerikanët sot apo jo? Sonde nuk do ndryhin amerikanët. Por nesër? Mundet në fund javë ose javën tjetër, në qoftë se gjërat nuk do shkojnë. Megjithatë, mendimi im është ky. Amerikanët po bëjnë një presion të skajshëm që të ulen tavolinë, jo për të rikthyer në pikën para negociatave, po që me kushte të reja në negociatat e ardhshme, Izraeli të marrë gjithë garancitë që Irani nuk do jetë rrezik për Izraelin. Trumpi e tha pra, Irani duhet të kapitullojë pa kushte. Po pra.
Jo, kapitullimi është një fjalë kështu. E kështë sot deklarat. Bëhet një marrëveshje. E ke dhe ti le dio deklarat në Trumpit. No, e kishim. Trumpi tha Irani duhet të kapitulloj pa kushte. Ajatollahu thotë ne nuk ulemi, ne nuk përkulemi. Këto janë deklarata. Lajmi i fundit para 50 sekondash, vëlla, para 1 minute. Janë duke ardhur bombat iraniane, këto ndoshta këto sigjilet që the ti, janë duke ardhur bombat për Izrael. Jo bombat, raketat. Raketat. Po. Po pra këto raketat. Po. Po t'jen në Tel Aviv ose Jeruzalem, thot, i kap kamera, më thonë. Raketa besoj sulmi dobët, por e presim, më thot Eno tani. Tani, Ledio, këto kamera që kemi në këtu, vlla, të kujt janë, se nuk i shofun poshtë. Janë në Jeruzalem dhe në Tel Aviv? Këtu janë Tel Aviv, Haifa. Ajo poshtë është në Haifa. Ajo poshtë është në Haifa. Haifa, po. Po Jeruzalemi është? Se mua më duhet për shumë Tel Avivi dhe... Tel Avivin e kemi, po... Edhe Haifa. Kjo lartë fare qanë është kjo e madhe? Tel Avivi është lartë. Tel Avivi është lartë e para, imazhi i parë lartë. Haifa është poshtë. Imazhi i dytë, imazhi në mes është Haifa, nga e djatha është perëndimi i Iranit. Në qendër është jugu i Izraelit, pjesa zona e Gazës. Dhe pastaj nga krahun e majt është jugu i Izraelit, po që është pjesa përballë Jordanisë. Okej, se i ndron dhe vet ai tipi që ka këtë live-in, i ndron dhe vet nëse ka në vend tjetër. E bën ai që ka live regjin Ledio. Ky është një link live. Kështu që s'ka problem. Kështu që ne mund të vazhdojmë sepse jemi kurioz të shohim nëse do të është e sigurt që janë nisur. Po, nëse janë nisur nga Irani, për sa kohë do të mbrin këtu? Sa kohë duhet? Këto raketat e fundit janë shumë më pak. 4-5 minuta këto raketat. Vërtet? Po. E po Ledio, atëherë na duhet çik më e madhe kjo, na fut muajin ishin dhe si mund ta bësh që të shohim çik më mirë, pra ta zmadhosh të dritaren e këtë dupleksin e këtyre, e kamerës live, e live-it. Qose mundesh Ledio të lutem na hiqi këto imazhet e tjera, se këto nuk janë, na duhet kjo e live tani këto. Ky ka qenë një imazh i shpërthimit në televizionin. Po, e pam atë. E pam dhe dje që ishim me kullën, po. E pam dje më duket Ledio? Jo, nuk e kam. Nuk e pam do dje, po. Kjo ishte para 2 ditëve më duket. Kjo ishte gjatë një transmetimi live, po. Ledio, më shif mos të rregullosh do të mua dhe gjinushin, po t'jemi të Jo, nuk e rregullojmë dot. Nuk e rregullojmë dot. Se? Kjo është goditja live. Mos. Sepse e ke horizontale pra dhe. Jo, nuk e bëjmë dot. Tani në këtë sekond nuk e bëjmë dot. Po se shumë e vogël drejtë, më nuk shohim gjë më kur. Po mi të paktën mund ta nxjerrësh lart? Ledio, mund ta nxjerrësh lart? Ja, për shumë, kur të kishe mundësi tani këtu të më nxirje mua dhe Gjinishin në 2 dritare fare të vogla, njëri një cep tjetër një cep tjetër, ishte perl. E kam pa mundur. E di, tani live nuk e bën dot. Po çon si ka lere këtu se dëgjohemi ne me Gjinishin, dëgjohemi sipër. Mos e vran mendjen. Dëgjohemi sipër. Lere këtu një moment do të them unë se kur do vish prap. Është Tel Avivi, Haifa, Elati. Shikoni atë bombardimin e plot. Cili bombardim të plot? Forse nuk dëgjohesh, forse nuk kam mikrofon. Po këpra se nuk më shef, nuk po më vjen gjë. S'më vjen gjë, shikoni bombardimin e plot, po më thua. Cili është bombardimi i plot? Mos ta mbash bosh, shikoni imazhet. Qatë në qatë, mos nuk e mbaj bosh se ke muhabet me Gjinishin, po, se vran mendje fare. O Gjinish, dëgjoj Arianin, ndërkohë që po presim, po vinë ato, po vinë thuaje, raketat nga Irani, dhe që Okej, Ledio Nzori prap këtu. O Gjinish, pyetja ime është kjo vëlla. Si ka mundësi, e bëra dhe kullës dje kur ishim në emision. Që e kisha online, e kisha kështu, nuk e kisha... Sa të vinë, po vinë. Po vinë tani. Hape Ledio, hape të madhe? Kënë është i madhë shumë. Po si ku e di që po vinë tani, më kura mund ma thuash? Jep alertë. Është alerti, po. Si i bet alertë, është aplikacioni i alertit. Po do shohim do të gjithë këtu në thua ti? Se këtu përveç sa kamerës madhe Ledio që është Tel Avivi, apo jo? Që është nga shumë larkë, sante, nuk e di pse. Këto tjerat janë shumë të vogla poshtë plak. Unë ngrit një. Po ne të shohim do të gjithë, dale. O Gjinish, shikon që ti vlla se unë ngrit një. Tani se tani janë duke, tani unë ngrit kjo kundër ajrori izraelit. Dom të feri që e quhen ata. Unë nuk shoh gjë këtu ku jam. A Ledio, shef gjë ti vlla?
Por momenti ka akoma qetësi, po pa një shkëndinë, Tu thot Haifa Area mo, ku është Tel Avivi lart është i parë. Tel Avivi ke në Crown e majt ekranit. Ja ku ke Tel Aviv. Tani jemi live zonja zotrin shikoni. Ja, jemi duke parë, po mbrin bombat je pa parë no, je brillant. Fyta. Po se jeno ka aplikacioni më burr, ka aplikacioni dhe bën pip ai kur vin. Ka një aplikacion izraelit. Në është si... Shive. Si mburoja e hekur. Jemi live zonja zotrin nëse na shikoni në këto momente. U ngritën ato, si quhet në shqip dom të ferë, më burë? Dom të ferë. Këto më që përdorë Izraeli për të mbrojtur, më burë, to që lëshojnë që i godet në ajo. Perdja e hekur. Perdja e hekur, po. Po janë disa, nuk është vetëm ajo, janë 5-6 sisteme. Po nesëm, ajo njëfet. Janë gjithandej pamjet shumë keq, Qani. Ajo njëfet. Pamjet e shumë, ja. Ku janë keq? Tani po shoh kë... Varat janë. Janë pamjet. Nese, po, një moment u ngrit, a vazhdon alerti, po vit? Vazhdon. O Gjinish, mund të më thuash ndërkohë që po shohim imazhet live nga bombardimi i radhës që po i bën Irani Izraelit. A mund të më thuash si ka mundësi më ti Gjinish, po më thuaj me pak fjalë se do ndërpritesh sigurisht nga këto. Si ka mundësi për Gjinish që një vend me 9 milion banor, 9 ka Izraeli apo jo? Po. Pak të flasim 9 miliona vetëm në Izrael, nuk po flasim për e brendin gjithë botën. Flasim për banorët e Izraelit. Është kaq i fuqishëm dhe përballet me një vend si Irani, që përveç teknologjisë dhe zhvillimit që kanë ata, janë 90 milion njerëz. Sepse Izraeli... Ç'është kjo histori më? Sepse Izraeli që në themelimin e tij si shtet në 1948 e ka parë fuqinë ushtarake si element ekzistencial të vetes tij. Prapë duhet të ketë një raport forcash, është më më. E dyta. Izraeli gjatë luftës në Gaza mund t'i mbjetonte luftës në Gaza që nuk ishte asgjë fare, luftonte vetëm 3 muaj me kapacitetet e veta, ndërsa sipas statistikave në përballje me Iranin mund të rezistojë vetëm 2 javë me kapacitetet e veta ushtarake. Domethënë Izraeli nuk është vetëm Izrael. Izraeli s'ka asnjë armatim vetë. Avionët prodhon. Po janë shumë pak, po. Prodhon. Po gjithë avionët nuk i ka të vetët, janë gjithë amerikanë, janë nga më të mirët, apo jo. Edhe sistemet mbrojtëse mori Thadi. Thadi është fjala e fundit e shkencës. Thadi është kjo mbrojtës amerikan, është njëshi. Jo, Thadi është gjë tjetër, nuk është perdja e hekur. Është sistemi i fundit amerikan, antiraketor. Vetëm Izraeli ka si vend tjetër i botës. Domethënë Izraeli me të vërtetë është 8 milion banor, 9 milion banor. Vendi i vogël, sa kilometra katror është? Por ka investuar pafund Çani. Sa ne pak më i vogël? 20, po se s'ka territor akoma. Është më i vogël se Shqipëria. S'ka territor akoma Izraeli, kufi, domethënë 20 llogaritë domethënë, po vazhdon zgjerohet për ditë. Nuk ka kufi që themi është. Qartë, e kuptova po. 22 llogaritë domethënë. Çani ka një njoftim aty sipër. Çfarë thotë Ledjo? Që thotë kamerat nga Irani janë të fikura për shkak të blackoutit të internetit në Iran. Po. Pra nuk kemi kamera nga Irani, të cilat Po ku ky është kjo njoftim, se nuk e shoh? Ja, është në buzën e sipërme të ekranit. Në Izrael fillojnë sirenat e alarmit në Tel Aviv dhe rreth tij. Çoj pak zëni Ledjo. Çoj zëni dëgjojmë sirenat. Pse është me zë ajo? Ledjo, çoj pak zërin e këtyre lajeve dëgjojmë sirenat vëlla. Jo, nuk kam zë për momentin, për pak do ta kem. Se kam atë aplikacionin unë, që të dëgjonim live. Tani për shohte të Al Jazeera, Çani, të Al Jazeera për shikoj tash raketa Iranit. Çfarë thot? Sulmi i Iranit. Tani po vazhdon sulmi i Iranit me raketa në Tel Aviv. Po vazhdon, ne po i presim se ato janë nisur. Jo, po bien. Po ku po bien, mo të shikonin po të binin? Kemi, po nuk kemi pamje, nuk janë ato pamje të Al Jazeerës. Jo, pra sepse ky sajti që kemi ne live, ta çon e bën vetë regjin, e çon aty ku bien, e ndryshon kamerën, e ndryshon drejtimin. Është e sigurt. Kështu që erdhi një e parë që pam që u ngritën këto perdja e hekur që filloi të kundërpërgjigje, por nuk kanë ardhur më të tjera. Ndërkohë pame nga Teherani s'kemi, sepse Teherani thotë që na tha Ledjo tani kanë ndier, ka aty një kështu që ka ikur interneti dhe nuk mundesh dot të shohësh. Kështu që këto pame ne i kemi Tel Avivin lart. Çfarë është e mesit Ledjo? Zona e Gazës. Po zona e Gazës pse më burr? Po sepse ka ndodhur sot që ran brekun perëndimor një raketë iraniane.
Pasi shpërtheu, në ajër ra pjesa e mbetur ra në bregu Ra te Gaza apo te bregu perëndimor? Te bregu perëndimor. Gazas kotës Interesant që nga një deklarate e presidentit Modi, presidentit Indis, Qani, i cili i thot Trumpit, presidentit Trump, armëpushimi midis Indisë dhe Pakistanit u kontrolluar përmes bisedimeve mes ushtrive, jo nëpërmjet ndërmjetësimit amerikan. Modi. Po pra, më thon kujdes mos po shikoni lajmet indiane Hindustan Times thot, se ata mashtrojnë vetëm gënjein, hedhin të vjetrat në live thot, tërkohën për shikueshmëri. Është vërtet. Është merr. Është merr indianët ai. Gjinish, ki kujdes mos shikoni ato të Indisë. Jo, jam te Al Jazeera. Te Al Jazeera. Të Al Jazeera janë korrekta? Po, këto janë korrekt. Po mi, këto që kemi live për para tani, se unë dyshoj në gjithë shka. Je sigur që jemi live tu? Pse sigur. Po tipi që ka këtë qash, Izraelit? Nuk dhije që është. Është mesnat, pra 0-11. Sa është ora tani në Tel Aviv? 0-11. A është një orë para, po janë një orë para këta. Nese më t'i gjo, ne dhe mund të rinjë t'i presin këta, se kemi më betë shteme me Gjinishin. Duhen 30-20 minuta më thot pra tipit e, nuk vim për 10 minuta më po. Do 30-20 minuta thot. Po jo me kanë arritur e po jepte Al Jazeera tani. Live. Jo, ato dukeshin që ishin lartë, ato pati shpërthime. Po pati vetëm 1-2 pra më duket. Jo, nuk ishin 1-2, ishin 5-6. Ishin 5-6? 5-6 që dukeshin këtu, tjera mund të qenë në zona tjera. Rangje apo i kapi kjo perdja? Tashi perdja ka kap, po ndërkohë Al Jazeera thotë që kanë rënë dhe disa të tjera. Po shtin të një vodi për një datë, pas e rajnë të braktisë programit të televizion. Lajmë i ri, thot, më vjen një tip. Presidenti Trump u thanë dimzve të lartë se miratoj planet sulmin dhe Iranit, por po shtynë dhënin e urdi përfundimtar për të parë nëse Teherani do braktisë programin e tij bërthamor. Diego Garcia, po. E vërteta, ka dhe një... Nese, digjo, unë them ta mbyllim Gjinish, sepse më mirë është që të lëmë dhe njerëzit rahat, ata që janë të interesuar mund ta shohin, mund të futen në internet dhe e gjenë një live e kështu. Gjinish, para se të ike, më thuan gjithë vogël. Po. Si patriot që jemi dhe që, të më thënë, na dhëm shumë flamurin shqiptar. Gjinish, jam kurios të di. Mund të hajë Shqipëria në i predh nga Irani, për faktin që ka streuar një 4.000 mujahedin këtu në te City Parku? Jo. Pa një sekund, pse jo? Edhe problemi... Por hakerim është folur nga iranianët. Me ambasadën iraniane, Dori Ramsi III, e mbylli. Thanë dhe presim marrëdhënie diplomatike. Po se të bënë sulmi kibernetik ato. Ali Khamenei e ka, se i ngatrojun. Khamenei ka qenë ai i pari. Dori i tha para lideri suprem. Po, lideri suprem, Dori tha para sa kohësh, Shqipëria është një vend rufian, se si i quhet. E mban mend bëri deklarat ai. Një vend rufian, tha, lidhur me amerikanët e me kështu. Pra, se thuash, pse ti e përjashton? Unë e di që ne jemi një cop lesh mut vendi bythe. Por, duke qenë se janë 4.000 mujahedin, po thuajse në kryeqytet, pse ti e përjashton që në rast të një ekstonsion, pra të një zgjerimi të luftës, paf, lëshojnë të një ata. Pse duket në i çudi? Irani ju vërsul Shqipërisë me atë krimin, me atë sulmin e famshëm kibernetik, për një arsye. Nuk dihet ka qenë Irani apo jo. Irani kam dyshime, dyshime të forta. Irani ka qenë paktën. Unë kam dyshime të forta që është bërë nga njerëz brenda këtu për të fshirë shumë gjurmë. Ka pasur gjurmë që mund t'i kapte spaku. Çani, atëherë jemi korrekt. Sulmi kibernetik ka qenë nga Irani. Gjatë sulmit ka pasur dhe histori tjera brenda shqiptarëve që kanë vazhduar, siç kanë përfituar, siç është loja Teamsit e tjera, po janë gjëra të tjera këto. Nuk ka diskutim që sulmi ka qenë nga Irani. Dhe Irani e bëri sulmin kibernetik jo se ne jemi një shtet rufian. Një vend shejtan i vogël. Bravo, jo se jemi një vend shejtan, jo se jemi vend antar të NATO-s, jo se aspirojmë të shkojmë në BE, jo se nuk jemi aleat aty, po jemi aleat Shtetet Bashkuara të Amerikës. Për një arsye të thjeshtë. Mujahedinët El Khalq bënin dhe organizonin propagandë politike, madje flitet, unë kam dëgjuar atëherë, po hajde merre vesh domethënë sa i saktë është. Vetë zyrtarisht Irani akuzoi mujahedinët e Shqipërisë që bënin sulme kibernetike në institucionet iraniane. Të shkosh për shembull, se ne kemi edhe diçka të bukur. Ne jetojmë në Shqipëri dhe
flasin për Iranin si një shtet diktatorial, po hajde merr ti një kamerë dhe futu një herë tek në Manës, tek vendi ku rrinë iranianët çani. A mund të futesh? Pse nuk futemi? Çfarë janë ato? Çfarë problemi ka aty që të futet një kamerë brenda? 4.000 vjet çani si ka mundësi që nuk shef asnjëri sipër më. Ku futen ato njerëz? Ku rrinë? Si çoj policinë më para. Po pra, po i rahen ato. I peça ndodhi, si u dhënu policia. Po pyetja ime është kjo më. Edhe nëse kalon aty afër, nuk sheh asnjëri sipër faqe më. 24 orë. Janë kundërshtar. Çfarë bëjnë këto njerëz? Ç'o bëjnë këto njerëz poshtë? Të janë kundërshtar të regjimit dhe presidenti Biden në momentet e fundit pa thonë që ne nuk i shohim. Edhe Al Jazeera është duke përdorur po të njëjtat imazhe. Ja Al Jazeera. Po përdor të njëjtin imazh. Po, është Al Jazeera, po. Po, Ledio. Megjithatë duhet thonë, Ledio, që nuk është faji i kanalit që ke zgjedhur ti, e vërteta është që Irani nuk po godet me një intensitet raketash balistike siç ka goditur ditët e para. Me 100, 200, 300 me drone të tjera. Janë shumë pak. Për shembull, edhe sot para se të vinë në emision ne, bërë një goditje me 12 raketa çani. Vetëm 12 raketa. Kështu që është vështirë ti kapësh të gjitha, sepse aq më shumë jemi në situatë lufte në Izrael, nuk është janë gjithë mediat botërore atje dhe hajde të kapësh. Loja është e hapur. Ajo që po thoja, të lutem, ndjes. Irani na goditi sepse mujahidinët e Kalkut bënin aktivitet. Sulmuan institucione në Iran nëpërmjet viruseve, sulmet kibernetike. E fundit që dua të them unë është kjo, ne nuk jemi të rrezikuar fare nga Irani, madje për hir të vërtetës me gjithë respektin edhe për atë lojnjatin që s'kishte ujë për ne të tjerë shqiptarë, ne nuk jemi në listë çani. Pavarësisht se dëgjojmë shpesh herë Ramsin që del në Këshill Sigurimi dhe bën me gisht Rusis, shiko, post tërhiq trupa se që unë të heq këtë Zelenskin, mos jap fjalën Zelenskit, del presidenti jon, pastaj të tërheqet, të ndalosh urgjentisht programin bërthamor, del ministri i jashtëm. Shiko, mos bëhemi karagjoz, edhe këtë them me shumë sinqeritet për titullarët e vendit tim. Ne kemi aleatët përcaktuar, po qëndroni brenda kontureve të një ligjerimi diplomatik të natyrshëm, normal. Nuk keni nevojë të silleni si harbutër, se nuk na ka njëri në llogari dhe bëhemi qesharak para botës. Imagjinoni ambasadori i Kinës dhe i Rusisë përballen çdo ditë me ambasadorën amerikanë në Këshillin e Sigurimit. E keni parë çfarë etike kanë ndërmjet njëri tjetrit. Çfarë etike, janë kundërshtarët më të mëdhenj, rivalët më të mëdhenj në botë dhe kanë etikë komunikimi. Këta tanët dalin si çobej dhe godasin kot. Nuk kemi nevojë për këtë servilizëm, se nuk e prish kë luftë aleancën tonë. Ne kemi të përcaktuar se ku jemi të renditur zotëri. Nuk e nevojë të bësh se është mercenarizëm ordiner. Nuk kemi nevojë për mercenarizëm, kemi nevojë për aleanca. Ndërkohë që Ramsi 4 e ke parë që s'po thot asgjë. Po flet fare. Ramsi 4 si zhytur me këtë historinë, ka marrë përsipër gjëra që nuk bëhen. Kemi folë për... A si llav Ramsi 4 për të luftën? Po se ka njëri pra në konsiderat, a doli me historinë e marrjes së 100 palestinezëve, ku i ka? Nuk e ka njëri në konsiderat. Ramsi kujton se duke thënë botës hajde se i zgjithun punën dhe po e marrin në konsiderat. Je shtet shumë i vogël, vlla. Je shtet shumë i vogël. Dhe në këtë përplasje të madhe, çani, dhe në këtë përplasje të madhe që mos harrojmë, jemi në momentet e krijimit të rendit drejt botror dhe do ketë gjithmonë lëvizje gjeopolitike. Shtetet vogla si ne duhet të jenë shumë kujdesshëm çani. Jenë shumë kujdesshëm, sepse në një moment caktuar, nuk është ky momenti, po themi, mund të shkosh edhe kolateral për shkak budallëllëqeve të sjelljes tënde. Avash. Merrem me vendin ton, me stabilitetin ton, me ato dritat që mungojnë, me ujin që mungon Vlorë. Këto janë gjërat më kryesore. Ne nuk kemi faktor për çani. Unë pikërisht për këtë, prandaj unë mendoj që më shumë sa për të arsye që the gjinisht, që unë respektoj dhe sigurisht i pranoj, unë mendoj që këtu, dhe me këtë do mbyll emisionin për sonte, mendoj që në Shqipëri në fakt askush nuk ka për momentin ndonjë interes që të lëshojë ndonjë gjë për të bërë dëme, sepse më shumë shpenzon se sa arrin ndonjë gjë. Pra kupton, të hedhësh një gjë këtu është domethënë të harxhosh lekët kot. Kështu që si ja vlen, jemi komplet për këtë arsye më. A mund të them një batutë fundit që po lexoja se për këtë që po flisim? Mbyllë. Miku im Haxhi Sufi thonte, jemi shumë të rrezikuar, ti marrim krerët e shtetit dhe politikanët tanë, majtës e djatës, ti fusim në reparte ushtarake dhe ti lutemi Iranit ta lçojë një raketë dhe të shpëtojmë. Dhe ta mbyllim me këtë foton e breshkës, sepse kjo do të jetë kryefjala për sonë, ndërkohë që Trumpi pritet të marrë vendim, janë mbledhur tani në këto momente. Lajmi i fundit është që Trumpi është futur ndërkohë
u kapën të gjitha, nuk pritet më këto momente gjëra të vinë nga kështu bomba nga Irani. Ndërkohë Trumpi sapo është futur te dhoma e situatës, në situation room quhet kjo dhoma atje poshtë, është dhoma e Underwoodit, e Francis ose Frank Underwoodit për gjithë ty që për gjithë ju si punë e Ramsit 4 për shembull që e ka parë me 10 herë atë serial dhe që unë jam duke përfunduar për herë të tretë dhe sa të mbaroj do të filloj prapë nga fillimi. Me qëra fjalët ju do të mbyllim pak me atë breshkën si foto kështu në qetësi, breshkën me 2 plumba ja. Shqipëria bëhet gati për luftë. Kjo është situata. Kosovën e keni afër. Këtë emision mund ta ndiqni nga Kosova, të gjithë ju që mezi po prisni. Bashkë takohemi të premte në orën 9 darkës me kismet që do jemi gjallë deri atëherë. Mirupafshim toksor.